Myftyrë i Kosovës Naim Tërnava ka pranuar sot mesazhe të shumta urimi me rastin e festës së Fitër Bajramit, e cila do të festohet nesër nga gjithë besimtarët të musliman. Në ditën e sotme, Myftyrë i Kosovës ka zhvilluar edhe një bisedë përmes pajisjeve teknologjike me kryeministrin e Kosovës në detyrë Albin Kurtin. Myftyrë i Kosovës fillimisht ka uruar festën e Fitër Bajramit kryeministit të vendit, ku më pas kanë diskutuar edhe për gjendjen në vend nga pandemia COVID-19. Ai ka falendëruar të gjitha institucionet për punën, angazhimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë kohës së pandemisë. Myftiu Naim Tërnava gjatë kësaj bisede potencoi se ka qenë tejet e vështirë për të, por edhe për të gjithë besimtarët në vend që të pezullojnë namazet në objektet fetare. Dhe jemi munduar të koordinojmë punët, mirë po gjithëherë bazuar në fjalën hyjnore të Madhit Zot, i cili neve na mëson që të jemi të kujdesshëm dhe të ruajmë shëndetin ton, të mos e hudhim në rrezik shëndetin ton. Andaj është e padrejtë me të vërtet që neve të bëhemi shkaktar që dikush të psoj nga një pakujdesi e jonja. Edhe unë si myfti e di që ka qenë shumë e vështirë pezullimi i faleve të namazave në për xhami. Ka qenë shumë e vështirë një Ramazan pa qenë në shtëpia të Zotit në për xhami. E di që është e vështirë edhe nesër dita e Bajramit që besimtarët tanë do detyrohen të rinë për shtëpi. Mirë po krejt e kemi bërë me qëllimin e vetëm bashkë me të gjithë institucionet e vendit që të ruajmë shëndetin publik. Besoj që kemi dhënë një kontribut përkundër asaj që me të vërtet edhe Ramazani pa xhami diqysh si jo ma të hjeshin që e kemi pasur, pa iftaret përbashkëta, pa të gjitha, por shëndeti është mbi të gjitha. Kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti fillimisht shprehë urimet më të sinqerta për myftinë e Kosovës, por edhe për të gjithë besimtarët musliman në prag të festës së Fitër Bajramit. Ai po ashtu falenderoi dhe vlerësoi lart kontributin e Bashkisë Islame në këtë kohë pandemie, duke respektuar rekomandimet e institucioneve shëndetësore, pavarësisht se nuk ka qenë e lehtë në këtë periudhë. Unë e di që nesër nuk do të mund të vim tek ju për Bajram, siç kemi bën nga hera, por me mendje e me shpirt e me zemër jemi aty edhe me fat Fitër Bajrami se po e bojmë pak ma herët se që duhet, po du me shpreh një edhe një respekt të veçantë për ju. Mesazhe urimi për festën e Fitër Bajramit, myftiu i Kosovës ka pranuar edhe nga i peshkëvi Do Xherxhi, nga kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu dhe nga kryetari i komunitetit musliman në Turqi Ali Erbash. Do Xherxhi përmes kësaj letre, duke uruar për festën e Fitër Bajramit, ka shprehur keqardhjen që në këtë periudhë kaq të rëndësishme kryerja e rituale fetare nëpër objekte fetare ka qenë e pamundur. Ai po ashtu ka theksuar se për shkak të pandemisë ka qenë i detyruar që këtë festë myftiu të Kosovës t'ia uroj vetëm përmes kësaj letre dhe jo siç ka ndodhur tradicionalisht në objektet e Bashkisë Islame. Po ashtu, edhe kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, Bujar Spahiu dhe udhëheqësi i Dianetit në Turqi, Ali Erbash, i kanë uruar myftiut por të gjithë besimtarëve në Kosovë festën e Fitër Bajramit, duke uruar begati, shëndet dhe mirësi në gjithë vendin. Po ashtu, edhe kryetari i komunitetit musliman në Shqipëri, Bujar Spahiu dhe kryetari i komunitetit musliman në Turqi, Ali Erbash, i kanë uruar myftiut por të gjithë besimtarëve në Kosovë festën e Fitër Bajramit, duke uruar begati, shëndet e mirësi në të gjithë vendin.